Çfarë shpërblimi fiton ai që e thot këtë dhikr 100 herë në ditë? Çfarë fiton ai që thot 100 herë gjatë ditës? La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Që do të thot, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, një dhe i vetëm, pa asnjë ortak. Atij i përket sundimi dhe atij i përket falënderimi, dhe ai është i plotfuqishëm mbi çdo gjë. Kush e thot këtë 100 herë në ditë, i llogaritet si të kishte liruar 10 robër, i shkruhen 100 të mira, i fshihen 100 të këqija, dhe bëhet për të mbrojtje nga shejtani gjatë gjithë asaj dite deri në mbrëmje. Dhe askush nuk vjen me diçka më të mirë se kjo, përveç atij që ka bërë më shumë se kaq. Transmetohet nga Imam Buhariu. Ky hadith na mëson vlerën e madhe të këtij dhikri për atë që përmes tij shton frikë respekti ndaj Allahut. Dhikri është një adhurim i lehtë, por me shpërblim shumë të madh për atë që është i sinqert. Ky dhikr, edhe pse me pak fjalë, përmbledh thelbin e tauhidit dhe largimin nga shirku. Ai pohon se Allahu është Zoti i gjithçkaje dhe se vetëm atij i takon adhurimi. Ky dhikr thuhet 100 herë në mëngjes dhe 100 herë në mbrëmje. Askush nuk vjen me një vepër më të mirë se kjo, përveç atij që ka bërë më shumë. Kush e thot këtë dhikr fiton shpërblimin e lirimit të 10 robërve, i shkruhen 100 të mira, i fshihen 100 të këqija, mbrojtje nga shejtani gjatë gjithë ditës dhe shpërblim që nuk te kalohet përveç nga ai që bën më shumë.